Wow! A përshaj i pari, që vjen i pari, fill? Se një një mirë, më falë se kësa nga sporti. Se e një ludo, se e mirë. Se e mirë, se e mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, si e, a ju mirë, shpokalan? A i kina? Si e, a ju mirë, lëndrime? Përshëndetje, si e. Ku kena në mulla, i kena të shkru me emra kështu? Ko? Na dy këtu janë. Sa bukur. Na qua në Dubai që tani. Jo, ullu një kundoni. Oh, che bello. Që duhet ju nga bëjmë pastaj. Kështu që shpëndaj që fjallën me lezat. Mirë? Tu janë të një. Këtu, vizioni për lojë do e realitet. Siguria ndërtohet për në planitet. Investimi në lojë në lojë është probleme ove e vizat të ekonomit të lojë. Versa është partneri i lojë në shpërfasë. I në të veni për përtuaj të filluar ka participimi minimal për 10%, të në njësur procesin të pjene. Era në mësuar për maestranța părintele de la Cuar de Moața Viitoare, ce bashkon me sigurojnë Grazie, raga. që ramarës me se në Sai në kënë? real estate. E armja është këto. Përshëndetje, banor. Po në të në nej pytje qëta. Faleminderit. Jo pak ma fresko. Po, normal, se na jemi konë jashtë. Jo, në najër, Ne jo. kemi pas pak një periudhë ma të gjatë, që jeni konë mrena, po dukeni shumë mirë. Edhe shumë mirë mi u taku prej ofër. Inshallah keni shumë fat dhe ju uroj sukses. Faleminderit. Atëherë unë jam kliente, përfaqësoj zyrën e Red Sand në Dubai. Ndërsa unë jam Leonita dhe përfaqësoj zyrën e Red Sand në Prishtinë. Sot ne jemi këto t'ju flasim jo vetëm për një kompani, por për një partner strategjik në rrugën tuaj drejt investimeve në tregun ndërkombëtar. Red Sand me bazë në Prishtinë dhe Dubai ka për qëllim të sjellë një Kosovë një mënyrë më të sofistikuar të investimeve kapitale, duke u përqendruar kështu në blerjen, shitjen, menaxhimin e pronave në një nga qytetet më premtuese në botë siç është Dubai. E kush ma mirë, kish më na fol për Dubai dhe pse Dubai, po gjente që vetë jeton në Dubai. Atëherë, po, Red Sand është një kompani e investimeve kapitale në Dubai. Unë po besoj që ju jeni në dijeni që Dubai për momentin është një prej qendrave më të zhvilluara në inovacion, në teknologji, në investime kapitale, sa i përket patëshmërisë më saktësisht. Pej Palm Jumeirah, te Burj Khalifa, Dubai Marina, Business Bay, këto janë zonat më të frekuentuara në Dubai që për momentin investitorët i cilësojnë si zona jashtëzakonisht fitimpruse. Proceset në blerjen e pronën në Dubai janë shumë të thjeshta. Shteti ka kriju një mjedis të jashtëzakonshëm sa i përket thjeshtësisë së blerjes së pronave, edhe mundësisë së investorëve për mi ble këto prona në Dubai. Gjithçka që u ndërtu në Dubai është fal ndërtuesve të Dubait, ndërtues që janë jashtëzakonisht profesional, emra të mëdhej si Emar, Bingate, Nakil, Damak, shumë të tjerë. E ne si Red Sand, ne nuk veprojmë vetëm. Kemi bashkëpunime strategjike me gjithë ta ndërtues që i përmenda dhe shumë të tjerë. Me ta, ne sigurojmë që çdo klient i Red Sand ketë akses në projektet më ekskluzive dhe me potencialin më të lartë në treg. Edhe kjo lidhje e fortë na lejon t'ju ofrojmë jo vetëm pronat, por edhe mundësinë për me investu në fazat më të hershme, me kushte të favorshme dhe me plotësimin e të gjitha garancive ligjore. Si mund t'ju ndihmojmë ne si Red Sand, gjinte vazhdojmë me këtë pjesë ju tregoni. Atëherë na si Red Sand jena një urë lidhëse për investorët të cilët dëshirojnë të blejnë prona në Dubai. Çka ofrojmë na është pak edhe një qetësim mendore, nuk është thjesht blerja e pronës ajo që është kryesorja në investime kapitale, është zona ku jetoj e ble, është mënyra që jetoj e ble, fitimet që kjo pronë mund të më sjellë për juve, edhe procesi që
ka një herë për neve më me thonë interlikum për arsye që jena të bleni për unë me një shtet që na nuk jetojnë ato, që nuk i dina rregulla, që nuk i dina kushtet që ky shtet i ofron. Për atë arsye Red Sand ja u jep juve një analizë kronologjike të gjitha kushtet që ju mundi mi plotësu për me bleni pronën në Dubai, duke fillu pe analizës tregut, fitimeve që ju mundi mi pas pe kësaj pronës që e keni ble, e deri te përgatitja e dokumentacioneve të nevojshme, edhe gjithashtu ftimi juaj si investor për me pa, domethënë vendin se ku keni me ble, për arsye që investimet dallojnë pej natyrës së blerësit. Ka blerësa që vendosin me ble pronën e tyne që është gati dhe ka blerësa që veç investojnë në pronat e tyne dhe s'është e nevojshme me shku në Dubai apo me pa pamjen e tyne. Pronave. Atëherë, nëse nuk ki diçka kështu vazhdu me pyetësor, nëse kanë diçka banor të mëna pyetnive. Po e kena organizu një Keni nevojë meeting. Po, a mujna mullë dhe na me juve? Po. Ju bashkangjitem tash. Faleminderit. Atëherë ti je me profesion ekonomiste. Mirë shumë. Mënyrat e pagesave për blerjen e pronave në Dubai janë jashtëzakonisht të thjeshta. Unë mendoj që ju e keni një perceptim, besoj edhe unë e kam pas përpara një perceptim që nëse blejmë pronë me një qytet që është çika inovativ dhe ka përparuar çika shumë, duhet me konë shumë shtrajt, që kjo është koncepti i parë. Realisht mundësitë e pagesave dallojnë pej ndërtuesit. Ndërtuesit janë të kategorizuar me faktin e mënyrës të pagesave që ata ofrojnë. Për me morë të shembull pak më të thjesht, kisha thonë që participimi minimal apo pjesëmarrja minimale fillon prej 10%. Nëse një pronë kushton një shumë të caktuar, ju paraprakisht e japni një 10% shumës, edhe pjesën tjetër e caktoni në bazë të kushteve që i ofron ndërtuesi. Për shembull, për me bëu shumë thjesht, edhe për me pa ju një pasqyrë se çysh mundi me bleni pronë dhe sa lehtë me bleni pronë, çka nëse morën në shembull dhe thojna që ti ke një participim minimal për 10%, edhe që të 90% varet prej shumës që ti e ki si buxhet për me bleni pronë, edhe ti ma jap mu një pasqyrë për 3 deri në 5 vjet të ardhshme se çysh ti mundesh me pagu 90% tjetër, edhe unë besoj që ekziston një ndërtues në Dubai që ja ofron mundësinë me bleja pronë. Çfarë që thjesht është. Për ndryshe ka post handover payment edhe pagesa që janë gjatë kohës kur ndërtesa është ose projekti është të ndërtu, edhe zakonisht ndahen në kategorinë 30-70, 40-60, 50-50, 60-40, 70-30, në varet prej ndërtuesit, projektit, procesit. Domethënë nëse jeni të mundë me kuptu është që na më shumë specializojna te projektet e së ardhmës e jo projektet që janë këtu. Që shoh puna viza? Viza, pyetje interesante. Sa i përket Dubait, unë besoj se unë kam jetuar edhe në Evropë, domethënë tash jetoj në Dubai. Edhe pjesa e viza vlerinë e fiton në bazë të blerjes së pronës. Në momentin që ti bleni pronë që është në vlerë nër 450.000 euro, ti automatikisht posedon një vizë për me udhëtu lërshëm apo me lëviz lërshëm në Dubai. Edhe pastaj nëse ti blen me një shumë të saktume, që është besoj një pyetje në kategorisë tjetër, është një vizë tjetër e posaçme që quhet Golden Visa. Edhe Golden Visa është një opsion për investorët që kanë buxhet për 450.000 euro. Lundrimi për shembull. Lundrimi për shembull, me thonë se apo mendon që kam fitu lundrim. Po do ndesh ta po pyetja, çmimin që e fitoj, çka mund me bëu. Mund me bëu shumë me çmimin që e fiton, nuk e di për momentin sa o buxheti, po besoj 150.000 euro që na bën të një temë shumë interesante te vlerat e pronave në Dubai. Edhe Guys, serios. Po seriozisht, seriozisht, është mundi me ndërprej kur dani me bëu pyetje, unë jam për më përgjigj. Okej. Vlerat e pronave në Dubai fillojnë prej 150.000 euro, që është një fakt interesant. Domethënë jena fix, mos hopni parë mos e na vin. Okej. Jo. Jo. Atëherë 150.000 euro është starti, edhe po besoj që përfundon te 150 milion. Po besoj që kjo është koncepti që ka pas me Okej, unë kam edhe një pyetje. Inshallah vjen. Inshallah. Kjo është një pjesë shumë interesante e blerjes së pronave në Dubai. Pikë spori kisha pas shef me
pas një pasqyrim të Dubajit si qyteti investimeve, të e pas parasysh që na vina për një shteti ku investimet kapitale nuk janë shumë pjesë e investimeve tona, po menoj se individa ose biznesmen. Edhe në Kosovë investitorët janë lokal, njerëz që blejnë prona objekte, afariste apo biznesore janë njerëz të Kosovës apo Shqipërisë, ose shqiptarët që jetojnë jashtë Kosovës. Në Dubai pronat blehen prej investitorëve të huaj, nuk blehen prej banorëve të Dubajit. Edhe Klodi dha një menim edhe tha që pronat 150.000 që fillojnë janë jashtë Dubajit, se s'është e mundshme me konë në fillim ose dikon në qendër të qytetit. E vërtet, pyetje shumë e mirë. Edhe çka kisha pas shef me thonë për çet fakt është që na kena bashkëpunim si Red Sand me të gjithë ndërtuesit në Dubai, pavarësisht kush është ndërtuesi. Krejt ndërtues që ndërtojnë projekte në Dubai, na e kena një bashkëpunim shumë të thellë edhe shumë të ngushtë edhe shumë strategjik për të ardhmen e Dubait. Ka projekte të jashtëzakonshme që janë në proces të sipër që do të përfundojnë në 5 vjet apo 10 vjet e ardhshme. Jo më me kon pjesë e këtyre projekteve, duke ble prona në këto projekte. Çmimet fillestare pse janë çka atraktive dhe janë çka lehta është për arsye që në investime kush bleni parë fiton më shumti. Edhe na po folim për 150.000 apartament që ka 50 metra katror apo 45 metra katror, që mundet më shfrytzu në forma të ndryshme. Mundet më shfrytzu si pronë që sjell rritje graduale të vazhdueshme ndër vite, edhe ju e keni një garancion sa i përket ROI apo return on investment apo rritjes vlerës së pronës në vjet, që është mesatarisht dikon prej 8 deri në 11% në vit. E pse me ble prej të jo e jo direkt prej të ndërtuesit? Pse me ble prej Red Sand dhe mos me ble prej Emar, për shembull, që është ndërtuesi që e ka bë ndërtesën më të lartë në botë, që e ka thyer rekordin botëror me 828 metra lartësi, e njohur si Burj Khalifa. Ata ofrojnë definitivisht projekte tyne që ti mundesh mi ble me ta, çka ofrojnë na si Red Sand, edhe pse na jena piknisje për investorët, është për faktin që unë e reprezentoj investorin, jo ndërtuesin. Çka ne kuptojmë me këto është që nëse ti si investor dëshiron me ble një pronë me një zonë caktuar, ka mundësi që ndërtuesi ju të preferojë s'ka projekt në atë zonë. Kështu që unë si agent i juve, specialist i marketit, e bëj një analizë të marketit, ja ofroj juve pozitat ku marketi ka rritjen më të madhe, projektet më interesante, për shembull, një projekt që ja vlen më përmend, është në fillimi i ndërtimit të ndërtesës më të lartë në botë, të njohur si Dubai Creek Tower, që do të kalojë 1000 metra. Këtu të ndaloja pak unë. Po, Të diet, është edhe një vend atraktiv, unë e kam vizituar edhe komplimente edhe për emrin e agjencisë, sepse rëra ishte vërtet shumë e bukur, shkëlqyra. Atje kam shijuar shumë. Sigurisht është një vend atraktiv që tërheq edhe shumë turistë përveç investitorëve. Edhe njihet Burj Khalifa apo edhe Pan Jumeirah që është një mrekulli në fakt. Ka projekte të tjera që janë ndërkohë për të ndërtuar përveç kësaj kullës si sapo përmenda. Po. Se edhe kjo është e re që po e shohim tani në video. Po, kjo është muzeu i së ardhmës. Unë definitivisht kaloj shumë mirë në Dubai. Është një vend që i plotson të gjitha kushtet e një jetesës moderne edhe qytet dinamik, ofron shumë mundësi. Red Sand përndryshe e reprezenton Dubain si një mundësi, jo si një qytet, sepse ka mundësi të jashtëzakonshme të natyra të ndryshme, të fusha të ndryshme, mirë po fusha jonë që është patentshmëria është në rritje e sipër. Sa i përket projektës së ardhmës, ne e përmenëm Dubai Creek Tower që pretendon me kalu rekordin botëror dhe më bëhet ndërtesa më e lartë në botë. Pan Jumeirah që ty të kalon për shtypje, janë të hedhësh rër edhe të bësh një ishull artificial të jashtëzakonshëm. Shumë i bukur. Pajtohem me ty, po janë të ndërtu Palm Jabal Ali, që është një palma e njëjtë me Pan Jumeirah, po amerikanë thojnë bigger and better, është 3 herë më e madhe në madhësi, në sipërfaqe, edhe gjithashtu inxhinierat e kanë përmirësu qarkullimin e ujit mbrana palmës, do më thonë ofron kushte më të mira se sa Pan Jumeirah. Jashtë kësaj është ndërtu në proces të sipër aeroporti më i madh në botë, Sheikh Maktoum Airport, që është në një zonë të Creek Tower, ofër kësaj ndërtesës më të lartë në botë. Për me
pru më shumë turista në Dubai. Si statistik, kisha pas shef një kallëzu që në Dubai vizitojnë 20 milion turista në vit. Përafërsisht edhe është në rritje sipër për çdo vjet që kjo shkollë e vizitave veç shkon të hi. Po. Pse me investu për shembull në Dubai e jo në Evropë? Pse me investu në Dubai e jo në Evropë? Sa i përket patundshmërisë në Evropë, në besoj që ju e keni një ide pak a shumë se çka ofrohet në Evropë. Nëse jetu e bleni pronë, si për shembull në Kosovë, apo në Gjermani, apo Zvicër, këtë çka bleni ju është prona që e bleni. Pronën që e bleni nuk e keni të siguruar nga shteti, pikë pari. Rritja e pronës nuk është në përputhje me rritjen ekonomike të shtetit, që dallon me Dubain. Taksat evropiane janë paravorësisht prej 25% deri në 45%, Dubai funksionon me 0 taksa fitimprurse. Edhe pjesa kryesore është nashta çka ofron Dubai në vlerë të pronës. Pse e mora që shembull? Në Dubai, nëse ti e blen një apartament apo një vilë, ti automatikisht me pronën tonë e ke fitu edhe opsionin për mos me bëj investime të më të tjeshme në pronë. Që i vjen që krejt pronat janë të mobiluara komplet. Do më thonë prej banjës, të dhoma e ndajës, të dhoma e gjumit, krejt komplet apartamenti është i mobilum në çmimin që jeni të e marë. Jashtë kësajna, ke ndërtust, qatë shumë ka përparu investimi kapital në Dubai, sa që ndërtust e kanë kriju një competition, apo një garë, se kush po ofron kushte më të mira për klientat e tyne, edhe ata kanë vendosur që pjesë e pronës tonë, me konë edhe dëshërbime ekstra që ti fiton si banor, që është për shembull shfrytëzimi i bazena, pishinave, që ju i keni, domethënë, veç pse jeni banor i këtij objekti, rooftopat, që janë baret luksoze ku ju mundi me dalë si banor edhe me shfrytëzu për veti, fitnesset, lounge-et, business meetings, apo dhomat për kërcem, apo yoga, apo çfarë do... Përfitimet e pronave se na i blena në Dubai. Veç se e ki pronën të aty si resident, ti e ki residencën që i ofron keq të shërbime për ty si banor dhe janë komplet pa pagesë. Tjetër nivel, ma ka marrë. A nëse e blena në Evropë për me ju përgjigjë... Përafërsisht metri katror? Di banesa? Po. A i na të folë për çmimin apo metrat katror të apartamenta? Çmimin. Çmimet dallojnë, varet prej pronës që na të blej, prej lokacionit, në patundshmëri lokacioni është kryesori, kështu që varet prej sipërfaqes, varet prej pozitës, varet prej projektit, ama përafërsisht Janë Dubai Marina për shembull. Sa kushton? Dubai Marina jeto jone për momentin, edhe është një vend i jashtëzakonshëm. E kam vizituar tash, po t'ishe i vëmendshëm, kështu që metrat katror variojnë edhe prej fazës së ndërtimit, që kjo ja vlen më cek mas shumëti, për arsye që ka projekte të cilat veç kanë përfundu, edhe metra katror caktohet prej pronarit të ri, jo prej ndërtusit. Ndërtusi e shet projektin para se më kryj. Nëse u përfundu projekti, pronari i ri është ti, investori, jo më ndërtusi. Tani ti e cakton metra katror në bazë të marketit. Që kjo është ajo rritja e kapitalit në Dubai që e bën super atraktive edhe e dallon me Evropën, për arsye që gjatë kohës që të ndërtu projekti jut, apo ndërtesa që ti ke blej apartament, afër saj janë të ndërtu projekte të tjera që e kanë shty pronën tonë me pas një vlerë më të madhe nesër. Ja, okay. Sa shkojnë përafërsisht qeroja tani? Qerojat, edhe kjo është definitivisht... Se në rast e blej, unë e menoj që me lëshu me qeronë në ndërkohë. Airbnb mund është me qeronë. Shumë ide e mirë. Airbnb-a është... Para se me të jap një çmim, kisha pas shef me të jap një statistikë interesante sa i përket qerojave në Dubai. Kjo statistikë është që në Kosovë, objektet e okupume, apo të banueshme, e ka një përqindje prej 59%. Në Dubai është 92%, që i vjen që gjatë tërë vitet ti ki kërkesë të jashtëzakonshme për qira marrës. Edhe qiraja dallojnë për lokacione, do të thonë ku je tu bleti, ama gjithashtu varet edhe pe kushteve që ti ofron si qiradhënës. Nëse ti je me një objekt që ka pamjen e Burj Khalifës apo pamjen e Palm Jumeirës apo Dubai Marinës, normal që vlera e qiras është më e shtrenjtë. Po përafërsisht shkojnë prej 3.000 deri në 5.000 euro në muaj.
Kështu që nëse ti e bleni pro 150.000 euro, edhe jetu e pos një... Nuk është shtrejt, se në Tiranë ki 3.5 metrin katror. 2.5 e ki të unë në Dragodan. Dragodani. A me ndonë të se u konsumu pa kjo pjesa real estate, a mund të ketë... Në të full për Dubai. A me ndonë të se kjo pjesa u konsumu pak shumë real estate, a mund të ketë nëj crash? Jo, nuk mendoj që më rrët me pos crash. Edhe ta kësha jep një përgjigje, besoj që është pak politike. Pjesa e kësoj kryesore menoj që është Dubai si senzacion në vete është një projekt që e ndjek të ardhmen, e ndjek inovacionin, e ndjek teknologjin. Nuk e di sa keni ndëgju që për vitin 2030 deri në vitin 2040 Dubai është pretendon me qenë qyteti lider i inteligjencës artificiale. Po, ata kam po. Kompanijat më të mëdha në botë po pretendojnë mi hap zyret te ky hubi që bëhet për teknologji. Kështu që e ardhmja është shumë premtuese, është e garantueshme sa i përket rritjes pronave, edhe na po kena qef si kompani mi ofru mundësinë shtetasëve të Kosovës, shqiptarëve, kudo që janë, për m'ja u jap një analizë të tregut edhe një mundësi për me pas portfolio të investimeve kapitale në real estate. Apo patentshmëri. Unë deshta me bo një Ka kryer, ka thonë. për pikimet e Golden Visa, po s'mujta me ndërlidha. Më dëshmë tregu se cilat janë... Po. Golden Visa më duket e përmena që është një lloj vizës që jep Dubai për banorët që plotësojnë një kusht caktuar, që është një vlerë e pronës që ti e ble. Që është e jashtëzakonshme si vizë, kjo Golden Visa është që i ka përparësi në aspekte tjera jashtë investimit, që është nëse pajisësh me një Golden Visa për Emiratet Arabe, ti ki lëvizje të lirshme në këtë shtetet që Emiratet Arabe kanë lëvizje të lirshme. Jashtë kësaj ki një residencë për vete dhe për të gjithë familjen tonë. Jashtë kësaj e gjithë familja jote bëhet pjesë e një sigurimi shëndetësor që ofron Emiratet Arabe, që është komplet pa pagesë. Edhe gjithashtu fëmijët e ju i kanë akses në shkollim të lartë në Emiratet Arabe, në shkollat më të mira që ata i kanë, se ti je një mbajtës i Golden Visa. Edhe si përfundim, një prej opsioneve shumë interesante që i përket Golden Visas është edhe siguria juridike që ja ofron si shtet ndaj Golden Visa mbajtësve apo holderave të Golden Visas. Shteti e ka një linjë të posaçme për juve për 30 minuta për mbrojtje juridike. Golden Visa do me thonë që të investon. Golden Visa nëse investon me një vlerë të saktume, po. Jo, është 450.000 edhe lartë. Se pas na ke shkupu. Nëse nuk keni të një... Pak ma fani për Dubai. Unë besoj që ja u këna jap një pasqyrë bajegët mirë të patentshmërisë në Dubai. Definitivisht na kena mu po, apet. Sigurisht. Pse nuk paguajnë tatime në Dubai njerëzit? Pse nuk paguajnë tatime? Pyetje e bukur, bravo Benita. Pyetje shumë e bukur. Çka problemi më i madh? Ludo nuk e lën lojën asnjë. Edhe kur është në dush është Po, seriozisht pyetja... Bravo Benita. Hajde, bravo, bravo. Pyetja e interesante, kjo është shumë interesante, çu jeton në shtet pa tatime. Po, ku fiton ata lekë? Pyetja është e mirë, ama veç do të më pos parasysh që unë jam i fushës patentshmërisë, nuk jam pjesë e kabinetit. Amo ki drejt se jo, fal, amo ki drejt se te bleni banesë. Definitivisht e kuptoj pyetjen tonë dhe kisha pëlqyer të jap një përgjigje. Sipas menimit tim, këta nuk mvaren prej toksave të shtetit, e kanë një frym tjetër që qysh veprojnë si shtet, por i morën dikun tjetër, nuk e kanë pjesën e lirisë financiare e kanë ofru qytetarëve të qytetit tyne, të Dubait. Është lehtësim për, domethënë, jetesën, për mënyrën e të mendumit, për mënyrën e veprimit, për arsyet pse me veprun këtë shtet, tu e di që e ki një shtet mrapa teje që nuk po pretendon, domethënë, me fitu një ekosisht me ty, po thot unë po t'i ofroj të gjitha kushtet e të vazhdove pra i lirë. Kjo është ideja e Arabëve në përgjithësi, besoj.
Nëse s'keni në pyetje tjetër, atja bëni një Copy pyetje paste, tash. veç me bo. Kush po don më shku në Dubai? Okej, a vazhdojmë atëherë, e kemi përgatit një quiz, në kisha mujtë me i thonë, edhe ekipi fitu, se ka një shpërblem, ta shte këqyrëm, kishëm vazhdu, se di, ta shte shohem, kishëm vazhdu, janë, në lëndë se avlet. Ekipi fitu? Ekipi jemi me ekip. E tash na kena me vazhdu me agenten, Po, me na e kena do në 2 ekipa. organizu një lojë. Edhe me organizu një lojë, edhe atë mision masion famën. Zgjellet i banorin Të tënë. dikon, okej, po vazhdo me Benitën. Unë ludën. A mujna kur të zgjedhë militarët në orë dhe ekipa jam ka une? Qysh dush? Spri shpun. Okej. Na ndajtet, okej. Po vazhdojmë me lëndrimen. Tu është do moment zonë është pak me zonë të përru. Duhet të shikoni edhe këto grupe që po bën, e? Hajde motrat. Haj me ta. Me shku me Dudu, në asas dhe në Komoran. Motrat me vlasmanë se nga përdojnë nësit një. Eliona. Shko të nena. Ama keni pru mustas në kohë, që kohë shumë. Pygertën. Ura, kemi një militar të fort. Okej. Dubai. Lode. Aty ju në kaljo se s'kom qalish të këtë. Edhe dallë që e ka mundësin me zgjedhë ekipën që po ka qatë në vonë pjesë e saj. A me mua, me Leonida. Me neve. Okej, tash a kishëm vazhdu me pasi që loja ka me u realizu vetëm grupet pozicionat. Mujna edhe vesh me majtë përgjigjet? Po, edhe tash... Po, bëjmë që shto, ju i dini grupet, edhe to i kene këtë përgjigjet kanë me qenë me A, B, C, D. Kemi Cële donë? Në Dubai a shkon veç një, a shkon në grupë? Këtë grupë? Di, vetët në po, tash. Të në agente ka më dhënë një pyetje kështu si shokit. Me shumë knatësi ka më të përgjigjë. Dubai chocolate. Jena bashkë. Jarë zakonisht e nevojshme për ta kryni programin me shku pak në pushet. Pyetjet i kena në ekran. Okej, vetëm për prisëm regjimen atë pyetje. Vetëm ju specifikun momentin që lexohet pyetja, keni me pa në ekran, i keni 15 sekonda. Në momentin që kalojnë 15 sekonda, dy grupet keni me ngrit lart përgjigjen që ju mendoni që është e sakta. Në cilin shtat ndodhet Dubai? Në Katar, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe apo në Kuwait? Përgjigja Katar që jemi e vazem. Atëherë, përgjigja saktë është në C, Emiratet e Bashkuara Arabe. Bravo, Hygi. Jo, kush më shpejt? Ato është më shpejt? Jo, nuk ka të bëjë me shpejtësi. Okej. S'ka të bëjë me shpejtësi. Presim tash pyetjen e dytë. Po supozohet me qina është hapë. Cila është ndërtesa më e lartë në botë që ndodhet në Dubai? Shanghai Tower, Burj Khalifa, Burj Al Bait, One World Trade Center. Okej, prap kemi barazem si duken. Oficialin formë palme në Dubai. Okej, është The World Islands, Blue Water Islands, Yas Island, Mos edhe harroni Palm çmimin që e Jumeirah. fitoni për përgjigje, kështu që mos u godni në përgjigje. Pak ma slow prap. Kemi Po barazem tani cili kjanë. është ishulli artificial? Nuk po ngutem, janë gjëra që i di sa. Okej, prap kemi barazem. Që 15 vjetë ka ndryshu sa në E vërtet. Cila është qendra tregtare më e madhe në Dubai? Mall of the Emirates, the Dubai Mall, Ibn Battuta Mall edhe City Walk. e pe Hygeta ma shumë. Ma tha o dolce. Po ndodh janë prap barazem. Ma tha dolce.
Cila është linja ajrore kombëtare e Dubajit? Qatar Airways, Etihad Airways, Emirates edhe Flynas. Atëherë përgjigja është? Apo i ktheni përgjigjet? O, kroti që tuk se ka vesh ka vatër, këtë pyqit të pyqit. Okej, prap kemi barazë shumë të informu për Dubai Gent. Shumë të informu. Okej. Në cilin Në cilin vet u hap Burj Khalifa? 2005, 2008, 2010 apo 2012? Atëherë ekipi juaj, përgjigja? Unë kam këtë kjo. Që mos më po. Përgjigja Po jo e shifni, duhet majtë dhe kështu dhe është me dritë. Kjo është... Unë jam me B edhe C. Unë jam me C. Unë 2008, pra. Unë me B edhe me C. Çka po vendos në ekipi ju, përgjigja përfundimtore? Klodit pi besuar. Atë bën C. Veç pak, çka nëse është gjëja e saktë. Nuk mundem me tregu. Atëherë përgjigje përfundimtore apo shkruajna? Vazhdojmë, apo i ngritë dhe një haljar, të shrojmë përgjigje. Po vejnati me përdi. Okej. Unë e besoj se 2008. B. Herat ja ka njës këta me... Përgjigja ju... Najna, pyetja është, mos harroni, pyetja është në cilin vit u hap, jo në cilin vit filloi ndërtimi. Po 2008. Ata 2000 do majtën bisa, ja? Hajzat, ose lejten. Po ke harru me gjumë. 2006. Unë veç fola sa më thonë të shka. Votonit. Unë besoj se... E, dajna i thuani tani. Jep një përgjigje. Shka po thotë zarna jo, të C, B, D? Përgjigja ju është në D, përgjigja ju? Do dishi. Farë voton? Hamoj. Unë thamë C. Do dishi. D-ja. Pa ja, pas kemi fut kod gjithë më duket. Përgjigja sakt është në C. E thashë. Juve. E pse e ndrove? Po se votuan shumica. Unë prandaj mora të cënë kështu. Pse pa, ne pse se vendosën? Po votuam shumica. Pak logika nëse... Ku jeni? Këta, ku na dalëm dë, këta ajni fikon. Vel, sel. Mësë gut, shefe më që kalëzo. A mujna vesh një përmisim të vogël në Por dhe vel, në vend të vel. Forma e velës. Anije, vel. Okej. Është Atlantis The Palm, Jumeirah Beach Hotel, Burj Al Arab, apo Armani Hotel Dubai. Po, që të ka përshmurë Do me thonë Ania, Vela, pjesa lartë. Vetëm kam frikë për këshirë Armani. Ja, ta i ndrojmë vandat. Për mos milion. Hajde, okej. I ndrojmë vandat. Po, apo do më ndrojmë? Po i ndrojmë vandat për çdo. Jo, dam të pa një njerë. Asa Armani u të bëjnë nuk është. Armani hotel Dubai, na shtarët me kush në oja. Unë mendoj është Jo. Deja. Dubai. ju! I kam unë këto në dorë. Unë e kam në dorë. Jep me përgjigjen. Unë nuk jap përgjigje. Jo, Benita, jo. Jep me përgjigjen jo. Pse ta jepim ne? A bojna një kësësht me jap përgjigje të të të... njëjtën ku. A bojna të njëjtën ku? Hajde. Me një të tre. Unë e kam në dorë, shiku janë të treja dhe shiku e kam të. Hajde, 3. 1, 2, 3. Përgjigja në O edhe përgjigja në C. Saktë është Burj Al Arab. E kisha në dorë, Benita, e kisha në dorë. E kisha në dorë. Amos, linam tani. Oj shpirt, unë e dija.
Dubai Marina, ma e këtu. Ja, këtu është. Si quhet Marina Luksoze. Ja, Dubai Marina, bëja është. Aty kam fjetur, kur kam shkuar. Okej, atëherë, çfarë vendimi keni ju? Kam shku me pushime, ja. Shrive ka çmime këto. Dubai ka shku. Përgjigja saktë është Po si më shtrejnë, unë kam qenë agjensi për të bërë reklam. Kam qenë me vajzën ma dje. Po lëri këto, komedës janë shumë... Okej, E dize këtë është në mërë. ski në burë, safari në shkretir, alpinizëm, Ski në borë në Dubai, paj. Jo, ba. Po e dina, Okej, përgjigja saktë është B. Mune po ju shkrijet, një të kanë probleme. Sa vite ka që është krijuar Shteti i Emiratëve të Bashkuara Arabe, ku bën pjesë Dubai? Rreth 30 vite, 40 vite, 50 vite apo 70 vite? Shteti. Po. Kisha pos shef mi ja jep një shembull që shteti i Dubajit, shteti i Emiratëve Arabe në këtë rast, është ma i ri se na që i kem shpijat, në shtatë të... Si? Po, Shteti i ri. edhe që është ndërtuar në 20 vjetë, nga shkretë të tjërë është bërë kjo që është, edhe këto e dim, po ideja është... Ti vi 50 vjetë, a? Një sekund. Një sekund. Se ti po thu që është me e re se na... Që? Se qka? Se? Na. Shtëpit tona. Se shtëpit tona. Po, se na i kena shpijat 100 vjetë, 200 vjetë. Mosë në gotë. Mos u gotni, që me kështu drejt shumë do më bërë. A e të shkull për shpia të shumë mas lutë. Shumë shpejt. Para mas. Unë e tham Në veç edhe është i shembull që është shteti i ri, ajo nuk ka të bëjë kur gjë me përgjigje. Okej, po, na veç pas të najna bu shtet edhe i kena nis shpijat edhe njëherë. Që i bjen mas luftës, na i kena nis të diçka vjetë, a i bjen që këtë 30 vjetë. Jo, nuk i bjen kërqyr, se s'ka të bëjë me përgjigje. Veç edhe është si fakt. Që shteti i ri. Filin teja kanë folë për të ta, jo, 22, dhe më thonë, ti kon... Aja është. B ose A. Se po mendoni që Dubai ka gjëvonë është? Jo, unë nga të folë për... A dhe që se shpejt janë drejtu, shpejt ja ka... Definitiv A është. Ludo, nuk është pyetja kur është kriju Dubai. Pyetja është që sa vite janë kriju shtetet e Emiratëve Arabe. A, ku bërë, kriju, më falë asna se dima. Se pyetje të në shpesh i lexoj gati. Që shto dhe me futbolera kam knoq. Hej, mos të zgasin fort, a i qojmë. Vazhdan gjithmonë veç me bo pyetje, kjo më përgjigj kur ku përgjigj. Që 2 muaj shko dhe më përgjigj zonë. Edhe me futbolera lexova gabim e bona gabim. Mirë, kim falë së përzina, hajde hyki ti më shpejt. Përgjigja është. Kush aja? Prisni. Prit, a ka mundësi të lutan... Unë duha ta krej përgjigje me logjik. Kur i li... Po hyge që A përgjigjëm? E një shtet i ri që... Më shoj mo hyki mos o tot. Fut janë, hajde. Ma mirë gabim sa mos me thonë sajnë. Prisni që. Ej, më në qa ke shumë. Ej, që shtu në të lutë edhe Big Brother, a me që si më syme sa. Lune real, bro. Po se më gatë një vlon ju ka foli me partnera të Jemi një. gati ta ngrejmë në të njëjtën Jo, gratë edhe në shkollë, dy tyra vjen të jam ju keni të këshyrë në një tjetër. Në të njëjtën Atë kohë. numëroj deri në Në të njëjtën kohë. edhe i ngritëm një këtirin. Po, hajde. 1, 2, 3 lutan. Hajde. Bëj me ila. Një, veç pak se grupi po. E pa jo e po spionon, shish, e zi spionon. Që që shfryzon Klodit është i sytë, se i ka, me Nuk theme. në për me ila, në për me ila. Ku po mendoni jo? Qa po mendoni që është përgjigja saktë? Po mendoj. Hajde, ne? Ani, valla, të të shkjo. Jo, 2, 3. Ha, 1, 2, 3, ka do. se s'kina vendusa lomëre. mos i mbroni. Okej, a jeni ju dakord? Po le ta nëzi. E kemi kryer. O mashtros. Po, ne gjithë. Gjene, qoj e dolqe. E qoj pra. Sa qëpare qoj? Hajde, vazhdo lutë. Po pra tani, vendosim për se lat nam. Për dë. Po, e ju? Për kënd po tani me vendosim Jo, për po me kjo skale. s'është e sa. Jo. Okej. Ne kemi dënë që. Okej. Hajde. Përgjigja saktë është... Si.
Sa mirë që si ngova. Barazimi jemi. Eja, mos e të nëtë fera. Për momentin e më bërë, sa ta... Se të nëtë fera. Jo, për i herë... Nuk ka si kishte. Jo, 30 dhe 20 nuk ka si kishte një. Unë isha rrët 50 dhe 70, për thash do jetë më i vonë shumë. Shke mua bëjtë që ta fmini ma shumë nga tjere. Eja, pa bajen, ha? Ka që jemi barazem. Edhe na duhet me bo një pyetje të fundet. Okej. Për me vendosë të cili grup. Ani, a bani jo dy të bashkë se këtu lo me sy këtu Dëgjoj, me duket se dhjo. po bëni me hile që të dy. Dilni që ka ty t'ju shofin? Qa është të vla, po? Jo këta s'bojnë me hile, na. Këta s'bojnë me hile, këta në ferë. Na si na. O, lodo. Na kem të diskutu të pytja që mja u bo, se ta është do t'mja u bo një pytje që është jashta pjesës që e këna bregadit, për arsye që e një baras. Edhe pak ma e fështirë që deshka me qese. Po, dhe që kanë pjeshta. Atëherë, unë e kam një pytje që përcakton fitusin. është me opcione apo duhet me këtë përgjigje? Edhe është pa opcione. A bojna pa opcione më ferë? Po, pa opcione, po. Okej. Ama duhet me unë mendu gjatë dhe me dhëmë vetëm një përgjigje sa ta e një gjatë. A e bojna me kush përgjigjet i pore? Zemra shkoni, se nuk kam asy kuriozitet. Po, ma të miri qaja. Unë e besoj që jo më një me ditë përgjigjen, kështu që përbojna kush përgjigjet i pore është edhe fitusi i lojës së. Musuguti! Edhe ekipa fituse është musafer i kompanisë Red Sand në Dubai prej datës 31 mars deri me 4 prill. Ne organizojna një road show në Dubai ku ju keni me marrë pjesë si musafer tonë. A mune me pos skydiving? Grupi janë, qëre guys, fokusonën se grupi janë ka hek ma shumë këtë lojë. Eliu, mos je përgjigje sa se kjo Jena ma të hekt. Që si grup më shkua? Me luta A i gati për pytje? Ej, Musuguti ku të zërojnë. Pa mërojnë me 4 femna të bukra në Dubai. Shumë shpirt mirë dhe na merë një krejtë, se dip se po menoj që ashtu veç një të na mundu. Aty mërë kjo zonë. Vete të shia. Shuni guys, oh please. Red Sand, all the semi-finalists and 2 finalists. Are you sure? Përgjigja ma e shpejt dhe më thonë shpallët fituse. Okej. Cila është monedha që përdor shteti i Arabëve? Dirham. Bravo! Bravo, Deutsche! Bravo, Deutsche! Bravo, Deutsche! Urime. Bravo, Deutsche! A me ki morë. Alo herët për Dubai, jo. Alo herët. Urime. Bravo, Deutsche. Faleminderit, alo herët jeni jo. Faleminderit. Apo një për cilë dhe të aeroporti bile. Alo herët jeni. Alo herët. Alo fala. Let's go to Dubai. Safari do bëjmë? Unë e bedu Ej, Lodrim, fala. Po rika. Thank you. A mo pyetja ke shumë e lehtë dhe jo shumë e lehtë. Ka për burra. Unë kisha pas qef, ju falenderu shumë. Faleminderit edhe ti. Edhe po ju inkurajoj me i vesh deri pranta, se na është ka dhe na i befasi. Po ne pse s'kemi? Qysh, do të stopi vesh të rrët pranta? Ja, ti ju Like prantën. Okej. Ta burra. Kime vesh për panat deri pranta. Jo, ma qaj në ma Shka fa? E ves grupin tem, se këta vlot, këtu bosh t'jemi pisu t'i kuna. Këtu edhe ujtë zbudu, po. A, fitusa! Sa keq Dhe mu t'i marim? Diamanta. Unë stu vish nga E, fitusa! Jo, unë e plaj me të, se si pijam. Glad këtë bërë synem. Ej! O, ludo. Ma besë shumë i pafajshëm, po do Burj Al Arab, Mahat Mustafa. Yes!
Po, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi me bëni prezantim për. Faleminderit edhe juve. Zej, shumë faleminderit edhe për juve. Ishte kënaqësi. E kena shiju tepër. Na kena më po edhe një herë. Po, sa qep. Vetë të shihet. Edhe të filmojmë Me t'ju gjejmë. Faleminderit Besoj se tash gora është shumë e bukur. Siguroj shumë suksese. Ishte kënaqësi. Shumë faleminderit. Kalon. Edhe ne rejt për shëndet. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Gjithashtu. Hey, me 4 femra të bukura më çove në Dubai. Imaginova, si ka mundësi ty të Gjithë të mira suksese. Edhe ty suksese, gjithë të mira, faleminderit shumë. Ej, super grupi. Ej, shihemi të premten prap. Ciao, kalo mirë. Super grupi jemi them si kështu, Ej, Ciao, shumë faleminderit.